Edlira Sako fiton zgjedhjet paraprake të 4 gushtit në Michigan. Kandidatja shqiptaro-amerikane Edlira Sako ka dalë fituese në zgjedhjet paraprake primary të zhvilluar më 4 gusht në shtetin e Michiganit, duke siguruar nominimin e partisë së saj për zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit. Fitoria e saj përfaqëson një moment të rëndësishëm jo vetëm për fushatën elektorale, por dhe për përfaqësimin e komunitetit shqiptaro-amerikan në politikën lokale të Michiganit. Gjatë fushatës, Sako fokusua në çështje që lidhen me transparencën e qeverisje, zhvillimin ekonomik, mbështetjen për familjet, arsimin dhe sigurinë e komunitetit. Edlira Sako kandidon në distriktin 24 të Senatit të Michiganit, një zonë me rëndësi strategjike dhe që përfshin pjesë të qarqeve Macomb dhe Oakland. Distrikti konsiderohet një nga zonat më konkurruese të shtetit, ku çështjet e zhvillimit ekonomik, arsimit, infrastrukturës dhe sigurisë publike dominojnë debatin politik. Fitoria në zgjedhjet paraprake i hap rrugën Sakos për përballje në zgjedhjet e përgjithshme të 3 nëntorit. Ndërkohë, një tjetër kandidat shqiptaro-amerikan Ren Nushaj garoi në zgjedhjet paraprake demokrate për distriktin në 9 të Senatit Michiganit, ku përballej me disa kandidatë të tjerë demokrat për fituar të drejtën e kandidimit në zgjedhjet e përgjithshme. Megjithë ata i nuk arriti të siguronte nominimin, kandidatura e tij u vlerësua si një hap e rëndësishëm për rritjen e pjesëmarrjes së komunitetit shqiptar-amerikan në jetën politike të Michiganit dhe promovimin e një prezidenti të ri drejtuesish me origjinë shqiptare, por kjo tregoi që shqiptarët duhet luftojnë më mirë edhe brenda radhave të partisë, edhe me komunitetin shqiptaro-amerikan për të arritur që të bëhen të zgjedhshëm edhe brenda partisë specifike në të cilën ata garojnë. Zgjedhjet paraprake të 4 gushtit në Michigan përcaktuan kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 3 nëntorit, një cikël zgjedhor me rëndësi të veçantë për shtetin dhe politikën amerikane.